Periudha nga fillimi i muajit prill deri në fund të qershorit është problematikja sa i takon personave që vujnë nga alergjitë e sinës së pranverës. Mjeku alergolog dhe shefi poliklinikës së specialiteteve në Shkodër, Egir Lezha, bën të ditër se gjitha moshat janë të ekspozuar përballë alergjive të sinës dhe kujdesi ndaj shëndetit duhet të jetë më i madh. Në periudhën e pranverës dhe fillimit të verës, alergjitë stinore janë shumë të zakonshme. Shkaqet e alergjive stinore janë polenet e bimëve të ndryshme, e pemëve dhe e barnave të këqija. Në këtë periudhë, simptomatologjia e alergjive stinore shprehet me krurje të syve, me lotim të syve, me skuqje, me teshtima të shpeshta, me rrjedhje dhe bllokime hunësh dhe me simptoma pulmonare siç janë fishkëllimat dhe nganjëherë edhe zori në frymarrje. Alergjitë stinore duhet të dallohen edhe nga virozat, sepse pak a shumë kanë të njëjtën simptomatologji, po ato dallohen sepse në rastin e alergjive nuk kemi temperaturë, kurse në rastin e virozave kemi temperaturë. Në rastet e virozave sekrecionet nazale janë të trasha, kurse në rastin e alergjive sekrecionet nazale janë të ujshme. Lezha bën apel që alergjisë stinore diagnostikohen sa më shpejt, tekse në ditë regjistrohen deri në 20 vizita si shkak i alergjive të sinës. Alergjitë stinore janë invalidizuese, duhet të diagnostikohen sa më shpejt me qëllim që të parandalohet rënesa e smundjes. Se nganjëherë rinitet alergjike ose rrufa alergjike si quhet, janë paradhoma e azonës bronkiale. Sidomos këto në moshat pediatrike, pra tek fëmijët e vegjël, sepse nganjëherë fillon me rinit alergjik, pastaj kalon tek azma bronkiale. Kështu që diagnostikimi në kohë dhe trajtimi efikas parandalon rënesën e smundjes. Në ditë mund të vizitohen 15-20 pacient çdo ditë, sidomos i këtë periudhën, pra maj është kulmi i simptomatologjive të alergjisë, sepse edhe polenet që janë në ajër në këtë periudhë janë me densitet më të madh. Prevalenca e smundjeve është e shtuar, por zakonisht pacientë janë të sensibilizuar dhe e dinë tashmë që shenjat e teshtimave, të krumeve dhe të bllokimeve të hundëve mund të jenë simptomatologji alergjike, kështu që vinë dhe diagnostikohen dhe trajtohen.